Zonja dhe zotrin, jemi kthyer sërish në këtë transmetim të drejt për drejt dhe do të ndalemi të flasim pikërisht për muajin e shenjtë të Ramazanit, një kohë reflektimi dhe mshurie dhe rritje shpirtërore ka nisur sot për të gjithë besimtarët musliman. Dhe në lidhje me këtë, për të folur pikërisht për simbolikën e këtij muaji të shenjtë, do të zhvilloj një bisedë në studio me imamin Erjol Axhiu, zëvendës Mufti i Tiranës. E kam në studio. Përshëndetje. Zoti Axhiu, të përshëndes dhe ju falenderoj që jeni me ne në studion e Klan News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ka nisur muaji i shenjtë i Ramazanit. Cila është simbolika e këtij muaji për të gjithë besimtarët musliman për 30 ditë? Muaji i Ramazanit është muaji i 9 i kalendarit hënor dhe është nga muajt e vetëm që përmendet në Kur'anin famlar. Dhe kur shikojmë ajetet të cilat flasin për muajin e Ramazanit, gjendim në të disa simbolika, sepse bëjnë atë më të veçantë se sa muajt e tjerë. Pikë së pari, Zoti në Kur'anin famlar tregon se është muaji në cilën ka zbritur Kur'ani. Pra në muajin e Ramazanit, në natën e Kadrit, ka filluar revelata hynore, ai libër që ndryshon dhe përmirëson jetën e qindra mijërave besimtarëve në botë, edhe sot, edhe gjatë gjithë historisë, dhe do të vazhdojë të kryejë këtë funksion sa të vazhdojë jeta në botë. Prandaj besimtarët në këtë muaj përpiqen më shumë të angazhohen me Kur'anin. Simbolika e dytë e këtij muaji është agjërimi. Në ajetet kuranore thotë, ai që arrin këtë muaj le të mbajë agjërim. Agjërimi është dhe shenjë devotshmërie, dhe shenjë për kushtimin ndaj vullnetit të Zotit. Dhe që një besimtar të quhet agjërueshëm duhet të bëjë njëtin dhe të privohet nga këto 3 gjëra, nga agimi deri në akşam, deri në mbrëmje, të mos konsumojë ujë, të mos konsumojë ushqim dhe të qëndrojë larg marrëdhënieve intime bashkëshortore. Për nga rëndësia dhe vlera, mund të konsiderohet si një lloj lartësimi shpirtëror dhe moral? Normalisht agjërimi ka shumë dobi për besimtarin. Por pikë së pari ne themi që ne mbajmë agjërim nga që Zoti na ka kërkuar dhe kjo është ajo synimi më kryesor. Ndërsa në momentin kur besimtari përkushtohet rrugës së Zotit, atëherë i vijnë të mira aty nga nuk e pret. E përdorin shpresë shprehje. Dhe në fakt agjërimi ka role shumë të dobishme në jetën shpirtërore, në jetën shëndetësore të njerëzit. Pikë së pari ne mësohemi, ne thamë, shpjeguam se çfarë është agjërimi, por nuk është vetëm kaq. Besimtari mësohet që në periudhën kur është i agjërueshëm, duhet të tregojë kujdes me gjërat që flet. Duhet të tregojë kujdes si në mënyrën e të shprehurit. Pra, agjërimi me të gjithë gjymtyrët e trupit, e themi ne. Dhe në mënyrën e të shprehurit, edhe si vepron ndaj tjerëve, duhet të sillet më miqësor me tjerët, madje profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, na mëson nëse e ngasmon dikush dhe është agjërueshëm, mos ia kthejë me të njëjtën monet, mos ia kthejë me të njëjtën metodë, por të thotë që unë jam agjërueshëm dhe të largohet nga aty. Pra, pikë së pari edukon besimtarin që të jetë më i përmbajtur, të jetë më i disiplinuar. E dyta, duke qenë se besimtari privohet nga ato gjërat bazike, nga ushqimi dhe nga uji, të cilat janë jetike për njeriu, e kupton më së miri vlerën e gjërave që posedon, e kupton më së miri atë gjendjen e atyre që nuk e kanë këtë lloj mundësie. Dhe si rrjedhoi kultivon tek ai ndjenjen e bamirësisë. Dhe prandaj ne shikojmë që gjatë muajit të Ramazanit dhe sidomos kur çelet agjërimi, besimtarët tregohen bujar duke çelur sofrat e tyre ndaj njerëzve që i kanë rreth rrotull ose duke kontribuar në mënyra të ndryshme për të gjendur pranë familjeve në nevojë. Dobia e tretë është shëndetësore. Gjatë muajit të Ramazanit, besimtari i ka të caktuar oraret kur ai duhet të ushqehet. Dhe një nga problemet më të mëdha shëndetësore që e dëmtojnë shëndetin e njeriu dhe shkaktojnë obezitetin është keq-ushqyerja. Ose ndjekja, si thosh, në përpikmëri e disa orareve ku duhet të ushqehet personi. Dhe në fakt gjatë muajit të Ramazanit ne kemi të caktuar oraret kur mund të ushqemi dhe kur nuk mund të konsumojmë ushqim. Cilat janë këto orare?
Pra ku duhet nga agimi, deri në akşam ne nuk konsumojmë dot ushqim. Pastaj nga akşami derisa të vjerë agimi përsëri deri nga ora 4:24 diçka e tillë është, mund të konsumoj ushqime të ndryshme. Dhe kjo ndihmon që edhe ta disiplinojmë mënyrën e të ushqyerit, kjo ndihmon edhe trupin që sidomos sistemi i tretës rigjenerohet gjatë kësaj periudhe sepse nuk merr ushqime dhe konsumon ato energji që ai ka akumuluar gjatë gjithë vitit dhe i jep një periudhë pauze trupit të njerëzit. Dhe nga kjo anë e bën më të shëndetshëm. Një aspekt tjetër është se gjatë kësaj periudhe besimtarët e kanë më të kollajt, të fitojnë pavarësinë ndaj disa varësive që ata i kanë fituar gjatë vitit. Për shembull, ka shumë njerëz të cilët e kanë më të kollajt ta braktisin duhanpirën gjatë këtij muaji, ose të ulin varësinë ndaj substancave të tjera. Sepse gjatë kësaj periudhe duke qenë se nuk e konsumon dot, dashje pa dashje trupi fillon të pastrohet nga ato lloj enzima që i shkaktojnë vartësi dhe forcohet më shumë. Po. Libri i shenjtë i Kuranit si e përcakton agjërimin, pra cilat janë kategoritë që mund të agjërojnë dhe cilat persona jo? Çdo besimtar i cili ka arritur moshën e pubertetit dhe gëzon shëndet të plotë ka për detyrë që ta mbajë agjërimin gjatë muajit të Ramazanit. Pastaj janë persona të ndryshëm, raste të veçanta, të cilat janë të përjashtuar nga detyrimi i agjërimit. Pra, cilët janë personat të cilët janë të përjashtuar janë personat të cilët janë udhëtar. Këta atë ditë pra mund të mos e mbajnë agjërimin dhe zëvendësojnë më mbrapa. Personat të cilat janë të sëmurë, dhe këto ndahen në dy grupe. Qofse është sëmundje kalimtare, gjatë periudhës së rikuperimit nuk do ta mbajë agjërimin dhe do ta zëvendësojnë më vonë. Qofse është sëmundje kronike e cila nuk largohet, atë po ta mbajë agjërimin i rrezikon shëndetin dhe jetën, atëherë ka leje që të mos e mbajë agjërimin, por për çdo ditë të muajit të Ramazanit që nuk mban agjërim, duhet të ushqejë një të varfër, e cila është një shumë minimale, është 400 lekë të reja në ditë, pastaj maksimale sipas mundësisë edhe dëshirës. Kategori tjetër janë nënat, të cilat kanë fëmijë të vegjël me qumësh, pra e ushqejnë me gjërinë e nënës dhe që të mos dëmtohet qoftë nëna dhe qoftë fëmia, këto kanë leje që të mos e mbajnë agjërimin, sipas mundësisë ose e zëvendëson në një periudhë tjetër, pra jashtë Ramazanit kur ka mundësi, qofse nuk e ka këtë të mundur, atëherë për çdo ditë agjërimin që nuk e mban dot, do të ushqejë një të varfër. Pra, për personat që janë të sëmur kronik dhe konsumojnë ilaçe çdo ditë, ata nuk mund të agjërojnë. Dhe një detaj, cila është mosha kur mund të nisësh agjërimin? Në cilën moshë konkretisht? Personat që kanë sëmundje kronike, sepse sëmundjet ndryshojnë, fjalë e pëlqyeshme për ta është të konsultohen me mjekun që i ndjek vazhdimisht, ato nëse ato ilaçe mund t'i pinë në mëngjes dhe mbrëmje dhe nuk e dëmtojnë nga në shëndetit, mund ta mbajnë agjërimin. Nuk ka problem. Ndërsa nëse do ta dëmtojnë nga në shëndetit, atëherë duhet që të bëjë këtë praktikën tjetër të ushqejë një të varfër. Ndërsa për sa i përket moshës së agjërimit, thash që agjërimi të jetë detyrim, duhet që të paktën besimtarit ketë arritur moshën e pubertetit. Mirë po, edhe fëmijët të cilët kanë dëshirë ose duan të bashkohen me prindërit e tyre sepse formohet një lloj atmosfere tjetër në familje, mund ta mbajnë agjërimin me ditë të caktuara ose mund ta mbajnë me orare të caktuara, ne themi agjërimi i fëmijëve, që ndoshta deri në drekë deri nga ora 2 nuk konsumon gjë, pastaj mund të konsumojë diçka të vogël dhe të presë prapë deri në darkë, pa i munduar, por po aprishur ata qefin sepse ato kanë dëshirën e vet që të jenë pjesë e atmosferës së muajit të Ramazanit të agjërimit. Pra nuk cilësohet gabim edhe nëse fëmijët të paktën të moshës 13 vjeçare që mund të nisin një agjërim, nëse ata e shkelin pas orës 14, nuk i quhet? Atyre u quhet, sepse kjo është një lloj agjërimi që ata të mësohen me atmosferën e agjërimit, megjithse për atë moshë unë kam edhe fëmijë tek xhamia të cilët e kanë mbajtur të plot muajin e Ramazanit dhe nuk e kanë pasur të vështirë. Kjo ndryshon nga fëmia, nga shëndeti i fëmijës, nga mosha e fëmijës,
Në përgjithësi prindit e dinë më së miri gjendjen e atyre dhe mbas të asaj veprojnë. Zotja Gjiu, bota është përfshirë në konflikte të mëdha, një prej tyre është edhe situata e krijuar në Gaza, cila është mesazhi juaj për vuajtjet që populli po kalon atje, duke u nisur edhe nga deklarata e presidentit aktual Joe Biden, ku kërkoi një armëpushim të menjëhershëm para nisjes së muajit të shenjtë të Ramazanit. Si që thash, agjerimi në mëson të kuptojmë mos mirë begatit që kemi, edhe në fakt ne shirojmë të gjithë të kushtet që në mëson paqja, qoftë liria, drejta fjalës, ushqimi, ashtu siç duhet, shkollimi e tjerë, dhe fatkeqësisht atje u bën muaj që vazhdon një konflikt ku në përgjithësi ata që vuajnë më shumë janë fëmijët, janë civilët, janë fëmijët, janë të vjetrit, dhe prandaj lufta është e keqe në çdo lloj aspekti. Ne kemi bërë thirrje gjithmonë për paqen dhe lutemi për paqen dhe shpresoj që të arrihet paqja sa më shpejt. Në këtë botë ka vend për gjithë, ka mundësi për gjithë. Nëse nuk tregohemi lakmitar, besoj mund të jetojmë komod edhe në paqe në vazhdimsi. Dhe në përmbyllje të kësaj bisede, si është konceptuar këtë vit për të kryer namazi, pra në ditën e Bajramit në kryeqytet, do të kryhet sërish në sheshin Skënderbej? Si është konceptuar? Normalisht është pak herët për të folur për përgatitjet e Bajramit, sepse kemi një muaj përpara, megjithse nga simbolikat e muajit të Ramazanit dhe Bajramit është se falet në shesh. Edhe ajo namazi që falen shesh në fakt jep një mesazh shumë të bukur, sepse po të shikojmë ato foto të video që bën shesh, aty nuk janë vetëm besimtarë musliman. Ka edhe shumë shqiptarë tjerë, ndoshta edhe të besimeve të ndryshme, të cilët vinë dhe gjenden aty prezent për të treguar një lloj respekti ndaj muslimanëve. Shiko, ne bashkëtesën fetare me të vërtetë që kemi një vlerë shumë të madhe. Dhe është vlerë mbi të cilët investohet, duhet të investohet vazhdimisht, edhe ne kemi investuar në këtë lloj aspekti, edhe kemi respektuar besimet e tjera dhe ato na kanë respektuar ne, dhe pikërisht ai sheshi kur falet namazi i Bajramit është treguesi më i qartë dhe më i mirë i kësaj gjëje. Kështu që unë besoj, dëshiroj edhe planet i kemi që edhe Bajramit ta falim në shesh si të gjithë Bajramet e tjera. Festa gëzohet atëherë kur gjithë janë bashkë dhe ne përpiqemi të jemi gjithë bashkë në atë ditë. Zotja Gjiu, falenderoj për këtë bisedë të kryer në studio, qoftë ky muaj i shenjtë, një muaj i lehtë, i begat me adhurime dhe lutje të pranuara për gjithë besimtarët musliman. Faleminderit shumë.